Nderuar miq, mirëmbrëma, përshëndetje dhe mirë se erdhët në këtë transmetim të drejt për drejt në televizionin Fox News, në emisionin e përjavshëm nga Kalaja. Siç e keni ndjekur dhe ditën e sotme, un kam një panel interesant që faktikisht do ta ftoj hera herës, sepse mendoj që këta njerëz, ka dhe tjerë, po këta të paktën, thonë mendimet e veta dhe nuk është se kanë një agent ose një tutor pas vetes, ose janë njerëz të paguar, për shembull, siç ndodh rëndom në për televizionet e tjera që ftojnë njerëz të caktuar dhe flasin mirë për X ministre se marrin pagë nga ministre. Kujdes, të deklaruar, siç ishte rasti i kryetares kuvendit të Republikës së Shqipërisë, ish tani më, dhe të pa deklaruar që janë më shumë faktikisht. Tani, sigurisht që ka pasur zhvillime që ne do mundohemi ti diskutojmë. Së pari duhet ju them që emisioni që bëm javës shkuar në raport me ligjin e barazisë gjinore, ashtu quajtur, kaloi në parlament me 77 vota pro dhe 36 vota kundër. Jo të gjithë deputetët e opozitës ishin prezent, madje kishte disa deputetë të opozitës, të cilët kanë propaganduar të paktën 10 ditë të fundit kundër ligjit, fuqishëm në çdo studio dhe munguan votim. Kjo është e çuditshme në fakt dhe duhen pyetur dhe për arsye. Gjithsesi kjo është çështje e tyre. Ndërkohë, të dielën që lam pas para 3 ditësh, ne përmbyllëm me sukses të jashtëzakonshëm zgjedhje për 5 bashki, të cilat arritën një rezultat të jashtëzakonshëm nga ana tjetër për Partinë Socialiste, u tejkalu dhe plani me mbi 83%, siç e keni parë dhe podcastin e kryeministrit me 5 kandidatët, të cilët i pyeti se sa gola do shënojnë ditën e diel, dhe edhe portieri shënoi gola, pra të gjithë ishin ngarë se sa përqind do të mbi 80% do merrnin. Këtë plan i arritën. Ndërkohë nga ana tjetër ka ndodhur çudia me Partinë Demokratike, siç thotë dhe miku im Armir Shkurti, që e kam ndjek në një studio tjetër televizive, bojkotoi duke marrë pjesë në një farë mënyre. Këtë do ta sqaroj Armiri, do t'ja bëj pyetje pastaj. Tani më lejoni që t'ju sqaroj pak se kë kam të ftuar, e keni ndjek dhe nëpërmjet rrjeteve sociale, Armir Shkurti në krahun tim djathtë. Mirëmbrëma Armir, faleminderit juve. Sot në krahun tim të majtë është Keda Kaceli, aktiviste. Mirëmbrëma Keda. Mirëmbrëma, mirëmbrëma të gjithëve. Po ashtu kam të ftuar avokatin Enmir Njohor dhe mikun e studios tonë, Redon Meksi. Mirëmbrëma Redon. Mirëmbrëma. Faleminderit që je me mua sot. Presim nga momenti në moment da bashkohet avokati Altin Goxhaj, siç e dini, në trafikun e çmendur të Tiranës, të rënduar. Ai nuk ka gjetë asnjë rrugë dalje dhe është për momentin në taksi dhe e presim nga momenti në moment derisa të vi. Nga ana tjetër, përpara se të jap fjalën Armir Shkurtit për ta pyetur konkretisht për zgjedhjet e pjesshme që lam pas, do doja t'ju thoja që unë sot kam pasur seancën e radhës me Erion Veliajn, kryetarin e Bashkisë Tiranës, i cili më ka paditur për shpifje. Me datën 6 nëntor bëra seancën e parë, Erion Veliajn nuk u paraqit, ndërkohë sot kisha seancën tjetër, edhe sot Erion Veliajn nuk u paraqit në një paditje që ka bërë ai ndaj meje. Nuk e kam çuar në gjyq, më ka çuar ai në gjyq dhe pavarësisht se gjyqtarja i dërgoi shkresë burgut të Durrësit dhe i tha që zoti Veliaj duhet jetë prezant, minimalisht në seancën e pajtimit, ai nuk vjen. Na e ka lënë seancën e radhës me datë 18 nëntor në orën 15:00. Në mënyrë telegrafike doja t'ju sqaroja, tani nuk du të bëj hyrje të tjera. Gjithsesi një prononcim tim në lidhje me këtë do ta ndiqni në pjesën e fundit të emisionit. Armir, kthehem tek ti. Të kam ndjek me vëmendje faktikisht më ke ngacmuar atë që ke thonë në televizionin A2 CNN, se ne si jemi kështu xheloz, i përmendim emrat e televizioneve, në raport në fakt me zgjedhjet e pjesshme që ndodhen në Shqipëri, në 5 bashki, me përjashtim Tiranës, dhe kemi një Parti Demokratike e cila mori pjesë sipas teje apo nuk mori pjesë në zgjedhje? To be or not to be. Po? Të jesh apo të mos jesh. Kjo është Kjo është çështja. Doktori tha ne nuk e bojkotuam, tha, por nuk morëm pjesë. Po çdo më thënë kjo? Kjo do me thonë unë në televizionin tjetër dhe më lejo ta përsëris këtu. Po tjetër. E kam qujtë, nuk është bojkot, po është bojkot. Dhe këtë gjë në studion tonë dhe këtu, unë e kam thënë paraprakisht, është bojkot fakti që opozita shpalli falimentin. Kur shpallën zgjedhje, tha ne s'kemi kandidat, dhe nuk ishte ideja që ne nuk kemi kandidat. Ideja ishte që doli nga gronshe, ajtë bashkohemi. Po. Në një farë mënyrë ishte pozitive. Megjithëse unë isha komplet kundër. Pse isha kundër? Sepse Partia Demokratike përfaqëson një pjesë të madhe të njerëzve. Edhe kur ajo s'do t'i përfaqësoj, ata gjejnë veten aty. Dhe Partia Demokratike kishte shansin që të mobilizonte strukturat, të
krijonte frym dhe të paraqiste alternativë. Vazhdonte të këmbgulte dhe me këto agjenda që po ecin tani, përfshi dhe atë ligjin e famshëm që thatë ju që u miratua, mund të kishin qenë betejë dhe mundësi komunikimi me publikun, mundësi e organizimit të partisë. Nuk e bëri këtë gjë. Ama Berisha doli dhe tha, ne i dham komisionerët. Kujt ja dhe? Nuk u pa opozita absolutisht asgjë kundi. Në Cëri ka qenë vetëm Adriati Klapaj. Po. Dhe ka bërë fushat si politikan. Filloi në Tiranë Arlind Qori, donte fushatën e vet, u anulluan zgjedhjet, mbaruan. Dhe kjo është situata. Dhe mbas kësaj situate del doktori dhe thotë, kjo vërtetoi që Edi Rama vjedh zgjedhjet. Jo, kjo nuk vërtetoi që Edi Rama vjedh zgjedhjet. Sepse nuk i vodhi gjë Partisë Demokratike. Sepse pjesëmarrja ishte nën 20%. Dhe në këtë mas 20% fitoi 80% pushteti. Vodhi, ndoshta po, por unë pash që bën fushat. Unë kam parë politikanët më në emër ministrat Partisë Socialiste që ishin në për zonat elektorale. Edhe në numërim, i kemi parë. U flas në fushat, Po, tjetër, jo në numërim, flas në fushat. Po ne kishim Tiranën ku ishin kudo në rrugë, kudo në dyqane, kudo, edhe po bënte një fushat Manastiriu. Manastiriu vazhdon ende. Edhe vazhdon. Edhe pse u anullua Tirana, Manastiriu vazhdon fushatën. Bile për humor e kam krahasuar me të ushtarin japonez, që 19 vjet pas luftës vazhdonte rinte llogore se dinte që kishin mbaruar lufta. Në 31 tetor, betejja për Tiranën mbaroi. Ndërkohë Manastiriu vazhdonte fushatën. Po mbasi vit janë zgjedhjet? Urdhë? Një vit mbrapa janë zgjedhjet? Unë kam thënë dhe formulën tjetër që ndoshta mund vihet atë interim pas zgjedhjeve dhe të vazhdoj të drejtoj Tiranën deri në zgjedhjet e tjera. Në vend të asaj që është në kryetari bashkie. Gjithsesi është pjesë atyre, por them, fushat s'u bë. Pjesë nuk u mor. Ne nuk pam që u vodhën zgjedhjet. Ne pam që zgjedhjet u lan. Nuk po i quaj bojkot, me që nuk e quani zoti punës, por nuk quaj pjesëmarrje. Kështu që në këto kushte është një humbje dhe një disfat tjetër shumë më e rëndë se sa e 11 maj. Se 11 maj Partia Demokratike në mënyrë serioze mori pjesë me një program, mori pjesë me struktura, pavarësisht se hyri kundër kodit e më the thash, pavarësisht se nuk e çoi deri në fund në zbitjen civile, pavarësisht se hyri me Ramën që thash hyr. Gjithsesi fushata po serioze. Këtu asgjë nuk ishte serioze. Qartë. Dhe ndërkohë do të fillojnë protestat. Pse nuk ishte serioze? Apo ta lejmë pak më vonë? E lejmë më vonë. Dakor. Keda një parashtrim edhe rëndom. Fal, edhe një gjë. Po. Dua të falenderoj Keta, doja me thonë, po thuaj ti më. Me cilën e ka dhuruar këto libra, Keta ka përkthyer një nga 3 autorët më në zemër që ka mund të shqiptarizmit. I pari është Eqerin Bejvlora, është Atzef Plumbi, edhe i treti jam unë. Kështu që ma përkthy edhe më italisht, kaq mirë sa ke përkthyer Atzef Plumbi. Keta pra ka përkthy librin Atzef Plumit, Rno për me tregue, në italisht dhe i ka bërë dhe dhurat studios. Po t'i shikoni, të gjithë janë pajisur me libra, Redoni ka marrë dhe ka poshtë. Falenderoj Keta për dhuratën, ndërkohë edhe të përgëzoj për gjithë shka që ke bërë dhe për mënyrën se si e ke trajtu këtë libër, se kam gjuhë fjalë të mira. Unë nuk e kam lexuar të them vërtetën, por kam gjuhë fjalë të mira për ty, në raport me punët e mira që ke bërë gjithmonë në Itali, për Shqipërinë. Fal, edhe parathënia ka Silvio Berlusconi. Po pra, kjo është gjë domethënë që ka qenë një betejë shumë e gjatë ajo për të pas parathënien e Po, mund na tregosh Armin, mund ta domethënë jo, thjesht mund t'i marrim një shkputje, është shumë interesant. Ka qenë shumë e gjatë, sepse unë pata fillu aktivizmin tim në Forca Italia, në një kurs politik për levat e reja të partisë Forca Italia, ishim 150 student, dhe marrim vesh që do na japi diplomat e këtij kursi vetë presidenti Berlusconi. Sapo Patër Zefi kishte ndru jetë. Ishte ende gjallë kur unë bona kursin, por Patër Zefi ndru jetë një vit më vonë, kur unë Berlusconi t'i thash që unë kam përkthy këtë libër kur na dha diplomat. Kam përkthy këtë libër dhe do kisha dëshirë shumë ta lexoshit. Edhe i çova 2-3 kapituj me faks, sepse ai komunikonte kështu me sekretarinë e vet. Dhe presidenti në një takim tjetër, se ne nuk ishim ende, nuk ishte kriju ajo miqësia akoma që pastaj u kriju, pas disa muajsh, 4-5 muaj më vonë, sot unë e lexova, më kanë lënë pa gjumë,
që janë këto, unë i kam një gjuhë, sa kur isha student të Salesianët, e di që ishte komunizmi dhe prandaj e luftoj. Po komunizmi shqiptar ka qenë një smundje për popullin shqiptar. Dhe unë i thash, president, thash, a mundesh këto fjalë me mi përkthy në një imprimatur e quajta unë avokatie për faktin, për kauzën tonë, sepse unë thash jam mes martiri vetë dhe jam shumë e dedikume ndaj kauzës martirëve. Po thaj, ishte 2008, po thaj, do ta bëj, po. U ribë kryeministër, kishte shumë impenjime, shumë gjona. Në 2012, mas ne u arrit para thënë. Më falë, më përqenë vetëm një gjë, sepse paralelisht pa e ditur këtë, po unë e kam thënë ko, natyrisht mbas Berlusconi, dhe është më i mençëm se unë, dhe pak më i pasur se unë. Komunizmi është smundje psiqike. Psiqike, po. Dhe fatkeqësisht më duket është seksualisht e transmetueshme. Edhe kjo është tepër e vërtet. Kurse, nesër, se sonde se pata këtë fat, po nesër na vjen vëllimi i dytë për herë të parë i botuar, me botimet franceskane, dhe me një parathënie po kaq të rëndësishme nga një kardinal shumë, që e kam shumë mik dhe shumë të dashur, i cili lidhet me të gjithë tematikat tona. Kush është kardinali? Raymond Leo Burke. Tani këtë libër ne mund të gjejmë në Paneri Libër. Burke. Nesër. Nesër, në Mazdite, vjen nga Shkodra. Gjopse s'ke gjë tjetër për librin? Për librin ka shumë, por unë sot jam kthy në Panajër 20 vjet, masi kam qenë vetëm me Patër Zefin aty, kam qenë përdore, kemi shëtit gjithë standat, se unë Patër Zefin e kam njoft fix në 2005 personalisht. Dhe disa muj kemi qenë shumë të lidhë. Edhe për të folë për librin, edhe për nga dedikimi, nga përkushtimi që unë kisha ndaj fretënve, ndaj historisë persekutimit të kishës, persekutimit të lirisë, të martirëve. Dhe jam rikësy sot, mas 20 vjetësh, për respekt të... Uroj që gjithë shka të shkoj mirë me ty dhe me librin të rest. Tani këta do doja të pyesja të merë dhe ty i sentencë, qatë shiet lan këto, këthemi pak të politika, e di që s'ka lidhje me librin? Jo, ti e di që unë jam mikesh, ti e di që ne jemi miq, ti e di që unë jam tepër e sinqert, çfarë shije mund të më lej? Zgjedhjet e pjesshme lokale. Çfarë shije mund të më lej? Një eveniment që duhet ishte a furor di popolo, për mu, pjesëmarrja jon, duhet ishte masive vetëm për të treguar që ne ekzistojmë. Ndërkohë që kemi një pjesëmarrje shumë të ulët dhe një fitore masive të Partisë Socialiste, sepse e tillë është fitore, ne me të vërtet nuk bojkotum, po ne po bëjmë kot. Bojkot? Do të thonë jemi duke bërë kot. Mund duket sikur ne po bëjmë kot, sepse nuk ka mundësi që me gjithë figurat e spikatuna që ka në Parti Demokratike, mos të arrim ne, unë e kam shkruajt një postim, ne do ta kishim kandidatin ton fitus, qysh sa marrun zgjedhjet e 2023-shit. Të nesme, ne duhet kishim kandidatin ton. Ne na i votën zgjedhjet e 2023-shit, dakord? Bëm edhe ankesat tona. Unë për 4 vota nuk kam hyrë në Këshillin Bashkiak. Po Partia Demokratike më tha që ne kemi bë ankimimin e Mamerdo, ne kemi diskutuar bashkë këtë temë. Thanë që kemi bë gjithë ankimimin për të gjithë vendoret, pra në rang kombëtar, dhe nuk do ndalemi vetëm në raste të përveçme. Dhe është normale. Unë mas ne i hyna në këshill, sepse unë sot jam këshilltare bashkie, bile kemi fatin na është rikthyer kryetari, ai që të ka pak ditë ty. Edhe për rregullon Tiranë. Po si jo, për festa do e zbukuroj. Mbarë mirë. Dhe unë jam këshilltare sepse një rastësi jo e këndshme, mori iku, domethënë u nda nga jeta Bentafaj dhe unë isha e para në listë. Pastaj kemi pas edhe ndryshime të tjera gjatë këtyre muajve në Këshillin Bashkiak, sepse ka pas hyrje, duke qenë se gjatë zgjedhjeve kishte disa
prurje të reja në parlament dhe Jo, kanë kalu dhe nga djathta smajta. edhe pastaj ka pas lëvizje, ka pas lëvizje, sigurisht. Por, çfarë shije mund të lej fakti që ne nuk kemi personalitetet tona. Pra unë e pata thonë, e pata diskutu, e pata shkrujt, sepse këto kohë nuk jam kaq aktive sa kam qenë dikur. Pse? Më le një shije shumë të çuditshme. Unë jam gjithmonë aktive në ato betejat e mia të vogla. Domethënë në ato me qenë ne bashkë, domethënë tek fakti që po bëjmë betejat përbashkëta. Unë sa kam marrë, kam 2-3 ditë faktikisht që kam marrë. Po bëjmë betejat përbashkëta, por nuk jam aktive nga pikpamja politike, duke qenë se politika është duke fletë. Domethënë duke qenë se neve politikisht jemi shumë të tërhequr. Domethënë për çfarë ti shkoj të flas njerëzve ose për çfarë arsye kur gjën e parë më thon ku i keni njerëzit tuaj? Ku i keni njerëzit tuaj në ç'kuptim, në zgjedhje, në zgjedhje, në luftra, në beteja. Ku janë këto që janë në parlament dhe nuk janë në rrugë me juve? Qartë. Okej. Që nuk janë në protesta me juve. E kuptova sensin që ke, të kuptoj. Dakor. Redon, do doja të kaloj edhe te ti për shihen. Po, jo vetëm për të përfshirë, por për të marrë një sentencë. Përfshirë. Okej, thash edhe për të përfshirë. Për të marrë një sentencë edhe për të si pe këto zgjedhjet 5 bashkive. Realisht domethënë votoi Berati, Vlora, Tepelena, Cerriku edhe Mati. Unë pash fakt si që prisja, nuk është se prisja ndryshe. Nuk është se ndonjëri nga ne prisja ndryshe. 5 bashkitë i prisje? Humbje? Po, sigur. Të gjashta. Gjashta. Edhe Tirana. Me shumë gjasa. Nuk e di, se më varet që ndodhet në Tiranë, se është duke me madhe, por që çastin që vendosit të kandidonte në këtë lloj forme Berisha kandidatët, ishte për të shmangë në fund fare këtë rezultat për përgjithësinë. Nuk kishim neve, ishte kandidatë të tjerë, nuk ishte PD-ja. Se këto që të fuste po njësoj do shkonte. Këto që të fuste me atë lloj politike që ka PD-ja sot, se nuk është faj më individit, por është gjithë partisë. Pra sot ti nuk voton më për individin, por voton për partinë dhe partisë nuk ka voto. E kemi parashikuar kohë përpara që të përfundojmë këto lloj pike. Tu në fakt jemi 3 antarë Partisë Demokratike, të 3 të zhgënjur, të 3 që kemi folur ndër vite. 3 antarë dhe një themelus. Po. Apo Jakov antar. Jo, s'kam qenë herë antar, po themelus s'kam qenë. E kemi parashikuar që do ndodhi kjo. Kemi bërë betejë brenda PD-s që të arrijmë në ca pika që mos ndodhte kjo, dhe kjo ndodh sot si rezultat i gjithë këtyre gabimeve që ka bërë PD-ja deri tani. Ka diçka, pse PT më erdhi në mendje. Pjesëmarrja duhet ishte shumë e madhe. Në fakt, ta shohësh me kujdes, është njëjtë rezultate dhe pjesëmarrja e vogël. Pra njëjtë mesazhesh. Po të shohësh Vlorën, qartë. Po ta marrë me gjasa aq sa kanë votuar administrata. Pra ka marrë votave në ato me dhunë. Edhe një pjesë e mirë votave që se pat, kemi parë online tani. Kishte disa vota që jepni mesazh dur qeverisë dhe opozitës bashkë. Po. Pra në fund fare kanë shkuar të votojnë ato persona që kanë qenë detyruar deri diku. Pra është një bojkot ndaj PD-s dhe PS-s bashkë. Pavarësisht se PS do fitonte kjo dje se PD është inekzistente dhe vazhdon të jetë, nuk ka ndërmend të gjallë apo të ri për të rijet, me çfarë shohim deri tani. Po në çdo rast ka dhe një gjë që këtë zgjedhje në fund fare kishin këshill bashkiak të gjithë në PS-s, pra kushdo që të fitonte dhe PD-s po fitonte, pra interesi nuk ishte shumë i lartë dhe jam brenda një viti. Vitin tjetër dhe jam prapë zgjedhjet. Pavarësisht saj PD duhet një fitore për të dhënë një mesazh në publik që ekzistojnë. Se humbi 83 deputet me kundër 33 deputet në parlament, humbi 55 bashki, sa bie 54. Më shumë. 61. Po pra 61 ka Kavajën, Fusharsin, Kukën dhe Asin. 4, vetëm 4 ka. 57. Po 57 bashki, okay, akoma më mirë. 57 bashki ka PS-ja. I duhet bënte një fitore. Duhet jepte një mesazh. Vetëm një bashki minimalisht. Po, ka dhe diçka tjetër. Këtu nuk ka justifikimin në atë vjedhjes votave. Kur janë 4 bashki apo 5 bashki apo 1 bashki, si rasti Kuksi më para. S'ke kaq njerëz sa të luash votat në 1 apo 2 apo 4 bashki, se mirë 61 bashki nuk i pas, ke mirë gjithë Shqipërinë nuk i ke. Po në zona për të caktuara, nuk e çon gjithë partinë atje të ruaj votat. Eksakt. Mos lejoje s'kën blej apo ti kapësh duke bler, apo ti gazzosh siç duhet. Falë do ndërpres. Asnjë nga partia nuk ka qenë fare në fushat. As me mbrojtje. Pra, ke shumë drejtë për të por nuk ka ekzistuar fare kjo lloj urdhri. Auloni, më lejo ta theksoj këtë që the. Ishte rasti
që strukturat, ndoshta gjithë partia, të ishte mobilizuar në të 5 bashkit, pikërisht për të dokumentuar këtë gjë. Këtë po diskutosha dhe unë. Shiko, Ablona, Kjo ishte ajo që... se mbaj mund kam qenë vjetë një marë kur bëshin zgjedhjet. Ke qenë atje? Po, kam qenë një marë vetë. Kam komunikuar me eksponent të lartë Partisë Demokratike, antar kryesisë, dhe vetëm Berlindi ka qenë në një marë. S'ka lidhje me një marë, vetëm Berlindi vetëm fare. E kishin lënë tek pull Berlindin një marë. Po ç'mund bëj Berlindi? Asnjë gjë, pikërisht. S'ka njerëz. Nuk duan, nuk ka, edhe s'ka njerëz. A legjeje domun. Po gjitha bashkën. Njerëzit nuk kanë pse të vinë kur e dinë që do humbin, e dinë që ti do fitosh. Redon. Kjo është kryesore. Jo, prit një gjë. Mediatike. Dakord, nuk shkon njeri në zonë se përtojnë tu si pjesë janë edhe fytyra që më shumë prishin punë kur arrin. Pse nuk patëm një fushat mediatike? Pse nuk patëm prononcim të përditshëm të kryetarit të Partisë Demokratike? Prononcim të përditshëm, po bëhet zgjedhje këtu. Po si nuk i dhan orë në mediat të tyre apo mediat që kanë afër, si nuk i dhan akses këtyre kandidatëve? Dinë ditë për ditë. Po, do zgjedhje që thotë rezultati. Çështja që nuk kishte as mobilizim. Sigur po kalonte një mot i keq. Po. Dhe do marrësh shiu. Shumë shkurt. Absolut. Pra Berisha tani thotë, s'kam thotë sa si lloj problemi, se skandidova unë siç po doja, nëse marrën pjesë. Tani Redon, se the pak më parë, domethënë ka një lisin politikën shqiptare, të paktën, me sa kemi ndjek neve, që është traditë që zgjedhjet e pjesshme i fitoj qeveria. Kështu ka ndodhur, ëh? Domethënë. Por tani ka i problem, me datën 6 mars të 2022-shit, Bashkia e Shkodrës u fitu nga Partia Demokratike me Bart Spahin, duke pas dhe këshillin bashkia kundër. Apo jo? Se edhe atëherë nuk ishte këshill. Edhe kandidatin e Lulit. Po pra, edhe kandidat zotit Basha përballë. Dhe gjithë ajo, Zalla Mahia, pa logo, pa vull, pa parti, po u fitu diçka. Pra, në këtë rast ti a e kishe shansin parimisht me fitu minimalisht matin. Që është dhe bashki... Po dhe Vlorën... Jo, nuk e njoh Vlorën, a i shumë sa që njoh matin. Po që historikisht duhet ishte djathtas. Po pra. Cila? Mati. Vlora... Po dhe Vlora. Ore Vlora... Se Vlora ne e marim si të majtë. Vlora është një qytet shumë i ndjeshëm. Dhe Vlorën, po nuk e begenise, te tuti, nuk ka Vlora që të figura me këtë metë. Vlora, që se shef, në zgjedhjet ndër vite është me rezultate më të vogël pjesëmarrjes, gjithmonë. Po, e vërtet, e kam vënë. Pra nuk duan më të votojnë as PS-n. Ato që janë të lidhur për vitesh, shpirtërisht e tjerë do vazhdojnë, por një pjesë e madhe nuk do më të votojnë. Nuk e do më as PS-n as PD. Pra ti e ke shansin, po të vesh kandidatin e dur, të ngresh frymën siç duhet me një program të mirë, që të fitosh dhe Vlorën. Nuk është se ka fitu PD-ja Vlorën, e ka fitu PD-ja Vlorën. Ka fitu në T6-ën, në T5-ën bashkinë, ka fitu vite më para dhe më pas më duket e tjetër bashkinë. Ka pas rezultat kompetitiv. Si dhe Shkodra, si dhe Vlora, fakt, po ti shohësh me kujdes, janë dy qytete që ndryshojnë votat, ndryshojnë nga pjesët e Shqipërisë. Edhe Shkodrën e kemi humbë në T5-ën. Edhe në T6-ën. Edhe në T6-ën, po në T6-ën. Në T6-ën se, domethënë, doli një kandidat i djathtë kundër PD-s-së, u bashku e djathtë. Po, se, orë dakord, po PD-ja e Shkodrës nuk deshte kandidatin që vuri Berisha. Po. Në fund fare. Po. Pra, e ndryshojnë votën dhe t'japin e përgjigje. Dhe Shkodra në fakt të tregoi dhe para në datë 6 mars. Pra dhe pse kam përballë gjithë banda, gjithë paratë e qeverisë, gjithë këshillin bashkiake gjitha bashkë, pra arrin ta fitoj. Pra, Shkodra dhe Vlora, po ti kse rrotës s'kishe pjesëmarrje, nuk more pjesë, nuk kishe kandidat. Ti more pjesë, por nuk do të merre pjesë. Më tepër se sa s'kishe pjesëmarrje, nuk kishe mobilizim, nuk kishe mediatizim, nuk kishe ajo mbështetja që i kishe thonë që do t'ja jepshe, nuk ekziston. Unë nuk e pash këtë mbështetje. Pra, kjo gjëja që, më falë Redon, se kjo është çështja, jo pjesëmarrje në votime, pjesëmarrje e partive, mbështetje, fushata inexistente. Ditën e votimit, hyni se keni në çdo faqe, të majta të djatha, thot, ora kaq, Mirela Kumbaro bën thirrje, hajeni votoni te Belen. Që ne dim që është taktik e forcave politike që dalin me fytyrë, pra ne jemi dhe hajde votoni. Dolën të gjithë eksponentët, Demon, Berat e tjetër. Si s'doli një Partisë Demokratike për politikë? Një tek, periferik. Ajo goca që dele dhe bën denoncimet, ajo spikera bjonde e Partisë Demokratike, dilë dhe thoshte, ne për Partisë Demokratike, dilni dhe votoni. Kishte një që, a e bën meme, a ishte vërtet ashtu që pyeste një fshatar atje, a do votoni pse qa votime shka? Se di. Po sepse nuk ishte kryuar as fryma. Unë kam atë ditë, për fat, kam kaluar në Vlorë, atë do të tentet, premtet, që të mund të tjetë. Unë s'kam para asnjë lloj gjëje që mund kujton të fushatë, fare, zero. Ditë normale. Ditë normale. Dhe fund fare del dje, Pilati lanë duart, thot, kjo vërtetoj tha që ai vjedh votë. Me çfarë vërtetove?
ku ke një denoncim, një komisioner, se tha komisioner dhe futur, ku ke një komisioner që dole dhe tha, në qendër votimit, kaq, Mat, Vlorë, Çorik, Berat, ndodhi kjo gjë. Ku ke një komisioner? Asnjë. Na e vërtetove? Farsë. Po fars pra, si fars? Fars është dhe jote që nuk çove njerëzit votim. Se fars, po. Nëse Partia Demokratike i bie, nëse Partia Demokratike do kishte çuar ku diun 5% të elektoratit, jo më shumë, 5% të elektoratit, do kishte përmbysur rezultatin pak të dy zona. Ky i Beratit Armir tha që nuk më ka ndihmuar tha PD-ja. Kur shkova kandidat tha kryetari i PD-s Beratit tha u largu dha dorëheqjen. Kurse njerëzit që votojnë tha për PD-n, Berat nuk dolën me votu tha, sepse kandidati i PD-s tha zgjedhje kaluame ka marrë 10.000 vota, unë kam marrë vetëm 2.000 vota. Aulon, ti je një person që e ke provuar kurriz do thotë mbështetje ose mos mbështetje partisë. Përpoqen ta bëjnë bile e hapën dhe si kështu. Tani këto janë zgjedhje administrative tha. Do votohet për atë që menaxhon qytetin. Sidomos këto janë zgjedhje politike. Këto. Si zgjedhje politike. Kishte politik tepër të nxehtë në Tiranë, Po. sepse diskutoi Veliaj. Edhe kështu si shkon punët, është tallje me ne. Tallje me ju që jeni në Këshillin Bashkiak. Se ju votuat për heqjen e Veliajt dhe nuk quhet partia juaj që të zotrin ne hoqëm. Si merr vendimaj atje. Tallje me ju, tallje me ne, tallje me këto. Tirana, iku Tirana. Vazhdojmë me rrethet e tjera. Në çdo rreth, sepse në fund fare në Tepelen para votimit u kap një ose u shpërnda, nuk e di është e vërteta apo një skandal seksual i atij që ishte kryetar bashkie. Ashtu. A mund të bëhesh politik me atë gjë? Sigurisht që po. Kush e bëri? Ku ta gjesh në vendet e Evropës perëndimore këto raste pritën të bëjë. Diçka tjetër që ka ndodhur për kandidatin e Tepelenës, më këtu tani. Më thonë nga ana e kandidatit tjetër për atë pavarit, po e quajmë, që një ditë parë ka humbur në gjykatë zgjedhje dhe nuk kishte drejt voton, ka humbur të drejtën për të votuar, por nuk kishte drejt të ishte në pjesë e listave votuese. Pse? Se nuk kishte banorën Tepelen. Kandidati i PD-s. Po, jo i PS-s, ai që fitoi. Po. Pra, që se kjo është e vërtet, kaq mjaftonte që kandidati i opozitës të ishte sot kryetar bashkia. Po. Se kjo do ikte. Po. Dhe ta PD nuk u mor fare ta vërtetonte ose ta të thelloj këtë çështje. Redi se dua ta theksoj këtë gjë. Theksoj mirë. Problemi është nuk politika u zhduk, politika e opozitës dhe natyrisht unë nuk do të them që këta janë pazar, por nuk i dha fare asnjë lloj adrenaline pushtetit, që ty dhe pushtetit bëj politikë. Nuk e jep dot Armin. Dhe fitoja forfe. Nuk e jep dot ka risk shumë. Do shkojmë në hapësirë publicitare, kthehemi për pjesën e dytë të emisionit, pikërisht me këtë temë që po flasim, sepse deri tani u tha që nuk ka pas pjesëmarrje. Po si zgjidhet? Është e vërtetë që s'ka pas pjesëmarrje? Po pra, atëherë a do ketë politik pjesën e dytë të emisionit, lutem. Jemi rikthyer sërish së bashku për pjesën e dytë të emisionit, fokusuar tek zgjedhjet e 5 bashkive që lan pas ditën e diel faktikisht në Shqipëri ikën pa u ndier, me sa duket kishte një lloj konsensusi që mos trajtohej kjo temë, po unë gjykoj që qytetar shqiptar ka edhe në Vlorë, në Berat, në Cerrik, në Tepelen edhe në Mat. Nuk ka vetëm në Tiranë, domethënë. Gjithsesi kjo është mënyra se si ne i trajtojmë qytetarët pa barabartë, ata që jetojnë jashtë Tiranës. Redon, kthehemi edhe herë te diskutimi që ne po thonim. Ajo që më bërin përshtypje faktikisht pjesën e parë ishte që nuk kishte pjesëmarrje në zgjedhje, jo vetëm unë, po gjithë shqiptarëve. Po ndërkohë nga ana tjetër si zgjidhet ky moment, domethënë. Okej, po doja të ta bëj pyetje ndryshe. Ti do merre pjesë po ti ishe qytetar në vend? Në Vlorë, po qojmë. Do shkoj votoj apo thoya, u çfarë merr këto e dim. Gjithsesi, unë shkoj me votu. Dakor, edhe unë shkoj, po parimisht po flas. Mirë, okej, bëj analizën tënde. Do të digja votën, po them. Jo, unë nuk do shkoj. Unë nuk theva nga Italia që shku me votu, se thoshin që kishte menduar. Sepse jo do t'ju them një gjë, është një libër shumë interesant, Tip O'Neill, një senator amerikan i kohës së Reaganit, një nga ata kockat e forta të konservatoristit. Dhe thot dal ditën e votimit. Kur ka dalë pension, ka shkruajtur kujtime për gjëra më fina. Po, këtu do ta them se është moment. E ke thënë? Po. Po jo se nuk na ndjekin gjithmonë jetën. Jo, shumë drejt. Thot ditën e votimit dola thot dhe 2 motra komshie, më thon ti po shkojmë të votojmë. Suksese. Po s'na pyete për kë. Ngriva, më thash, po juni më republikanë se unë. Por ty do votojmë dhe po duhet na lypësh votën. Dhe nga i momenta unë i thosha dhe gruas time, zemër sot janë votime, do votosh për mua? Tani, mua s'ma kërku votën personi. Unë do shkoj të votoj? Pse?
më falni, me që këtë kam tregu, këtë se kam tregu të tregoj tash. Një miku im, nuk jam i autorizuar ta them emrin, por këtu ka komunat e Tiranës. Ta shkoja tha për fushatën, shkoja në një fshat që duhet punoja me ata. Një kushur i rim, tha, kishte 8 dera shtëpisë, do të filon këtë gjën e detit e kom për ty. Aja sa të shkoja, ti hika, më tha. Ma sa ditë është prapë gjën e detit. U mbaroj votimet, tha. Hynë në lokal, unë e përshnet i ftohtë. Ai shoku më thotë s'ka votu për ty. S'ka shans, tash më demokrat se unë. Por s'ka votu. E thras. Por e më thotë ky që s'ke votu për mua. S'kam votu, tha. Pse? Po me hongër mishe me pirakit, tjera tha s'ma varë, po kur të kem hall nesër. Vërtet është? Dhe unë në Vlorë, në Tiranë, në Paris, në qoftë se mua, jo të vi, se është ego e tepër taj që ti të vi ai, po partia dhe kandidati nuk ishin struktura që mua të më ftonin, më ofronin, qoftë me flet palosje, qoftë me program televiziv, për çfarë do shkojmë votoj? Dhe pse do t'i besoj? Dhe mbi të gjitha përsëris, kjo fushat që duhet përdhonte politik, kjo fushat shmangu në mënyrë të qëllimshme politikën. Dhe kur themi zgjedhjen 5 bashki, unë do sugjeroj të diskutojmë dhe mos zgjedhjet në Tiranë. Se dhe ato janë një skenar shumë i ndyrë, ku ka mungesë respekti totalisht për ne. Okej, do ta diskutojmë. Redon, këtu ishim këtë pjesa që po ku e la Armieni. Pra, arsyeja pse ne sot nuk votuam në PD-ja, pse nuk shkoi PD-ja, pse nuk mori pjesë, pse nuk bëri organizim, apo pse nuk nxori kandidat, për mua shumë e thjeshtë është Berisha vetëm. Elita sipër, humbi zgjedhjet 2023-shit, 2025-s, nuk kam justifikim. Sot sipas statutit PD-s ai nuk do të ishte kryetar, pra nuk është më mirë kryetar sipas statutit, i mbaron automatikisht mandati. Nuk ka lidhje të japi dorëshën apo jo. Nuk është kryetar, ka zëra kundra brenda partisë, e di shumë mirë që gjithë baza nuk është e kënaqur me as me atë dhe as me elitën sipër të PD-s. Pra as me kryesinë, as kënd nga ato, duke filluar nga ne këtu që jemi tirantarë besoj. Problemi është këtu që ai thotë është fars. Tirantarë dhe 4 votues. Po, edhe nuk mund t'ja lejonte vetes dhe një dështim prapë tjetër të rëndë. Edhe për vjedhje duke qenë aty me kaq pak qytet. Është si puna Kuksit të përsëris prapë mbasi iku Safet Xhici. Ti shkove dhe humbe më shumë vota. Mbasi Sagridio, mbasi Ramburg, ti humbe më thellë. Humbe më thellë, po i vetëm kaq, po shkove ankohë që të votën zgjedhje. Po si ti votën zgjedhje në një bashki të vetme aty? Ti ke 120.000 anëtarë në listën. Nuk e ruka dot një bashki të vetme? Ose se dokumenton, se mirë nuk e ruan. Ose mbas ashtu është rezultati. Ose mbas ashtu është rezultati. Ne. Edhe kish justifikim. Jo, ashtu është rezultati. Problemi është ti ke dy alternativa në fund fare. Do dokumenton vjedhjen ose ruan votën, një nga dy. Pra, nuk mund të lejoni vetes PD-ja dhe elita sipër dështimin e radhës tani këtu. Sepse zërat janë të kohës kundër. Fatkeqësisht zërat janë bërë akoma të qartë, nuk janë organizuar akoma grupe të tjera që t'japin një ofertë ndryshe, por Berisha e di shumë mirë që zërat janë kundra, Kryesia e di shumë mirë që zërat janë kundra. Doli se një nga zërat kundër se Po, ti uroj mirë se ardhen zot Goxhaj, Altin mirëmbrëma, faleminderit që jemi ne sot. E di që trafiku i rëndom i Tiranës. Jo, këtë rastisht përveç trafikut edhe situata personale, kërkojnë ndjes, po të paktën ndoqja në internet, në aplikacion edhe sinqerisht pas vetëm pa nevojshëm me analizë që bëhet. Jo, të falenderoj, ti je gjithmonë i nevojshëm. Keda Kacelit ka qenë rast me një libër. Sa bukur. E prisja në fakt, ma ka premtuar. Falenderoj shumë Kedën, unë në fakt keshëm vjeta them, po vetë zeftume prej Kedës kam arrit që ta përcaktoj që është intelektuali më i madh shqiptar i 35 viteve të fundit. Edhe i referohesh për çetën e intelektualëve. Absolutisht, jo vetëm asaj, jo vetëm asaj. Jo, flas atë kam gjuhë. Redon, ndjes që të veprim. Zërat fatkeqësisht, zërat në PD nuk janë organizuar, nuk janë bërë zërat me një ide të qartë çfarë do bëhet ndryshimi. Ato që e kanë idenë s'kan akoma këllë që ta nxjerrin publikisht apo të thrasin njerëz tjerë pas vetes, apo do të mbeten dot njerëz tjerë pas vetes. Doli në fundit se më kujto kryetari i forumit rinor, thotë nëse Berisha nuk bën zgjedhjet e 11 majit, atëherë t'ia dorëshën. Kur? Si? Ç'është tek? Si do i bëj zgjedhjet? Se kjo është shumë, do të thënë nga këto kërkesat absurde edhe në ajër. Për sa kohë ka këtë afatin? Kur mbaron ky kërcënimi apo ultimatumi i vendosur? Por zotëri, ke një statut, lexo statutin nga fillimi deri në fund. Ka një nen në statut që thotë për mandati kryetarit pas po nëse nuk fiton shumicën në parlament, pra nëse nuk zgjedhet qeverinë, nuk ka rëndësi deri pari apo jo zgjedhja. Mund dali i pari për s'ka shumicën në parlament, mandati kryetarit përfundon automatikisht,
pa të drejtë rizgjedhjen e zgjedhjeve të ardhshme. Pas ka drejtë as kandidimit në zgjedhjet e Jo, ardhshme. po ai thot nuk janë zgjedhje pra, siç tuti. Po ta lej mandatin atë që janë zgjedhje, futën tjerë. Po të mirë. Jo, pra, duhet parashikuar atë lutem, statut, jo ka gjë. Jam dakord, shumë dakord. Nuk janë zgjedhje. Jam dakord që nuk është farsë. Dhe jam dakord që qëndroj Sali Berisha me një zgjidhje. Pra, këto që ndodhen janë vjedhje, fakt është 6 herë. Si të zgjidhim? Por gjithsesi, nëse do kishte ndodhur herën e parë, apo për shkaqe të ndryshme, për bashën që e la vet aty, për kthimin, burgun e tjera, po i marrim të gjitha në favor të doktorit. Po, zgjedhjet u vodhën. Unë do të ri se ishte vjedhje dhe farsë. Por kam këtë program që në 2027 në zgjedhjet lokale kam këtë objektiv. Në 2029 do të vim pushtet. Ndërkohë, priti Partia Demokratike 6 muaj, ta pritëm tha dali raporti ose OSBE-s. Doli raporti tani do fillojmë analizën. Po para se të fillojmë analizën do fillojmë protestat. Dhe protestat e kemi për vjedhje. Ndërkohë që kemi narkoshtet. Pra, kemi dhe më falni se sot do them një gjë shumë komike. Si ka mundësish? Jo, aty. Nuk është e imja, prandaj po them këtë. Është doktori. Ti e di shumë mirë dhe miku jonë Aurel Plasari na ka shpjeguar termin oksimoron. Pra nëse thua diell i zi, ose kryetar tradhtar për shembull, ose fitore e humbur, ose humbje ngatënjimtare, doktori dje ka thënë termin kryengritje paqësore. Hap fjalore thotë kryengritje është lëvizje armatosur dhe e dhunshme. Në çdo fjalor të botës, kryengritja është e dhunshme, është e armatosur. Në Shqipëri neve do të kemi kryengritje paqësore. Pra do kemi Meri se ke Alce Vllumbin, lexoje, është 2000 herë më luftarak dhe më kryengritës sesa një kryetar partie që i vjedhin votat dhe do të vazhdojë në politik dhe do të tërheqë njerëzit në të ftohtin e dimrit, se do jetë dimri i ftohtë për Edi Rama, në fakt do jetë dimri i ftohtë për demokratët. Që do rritë Shqipërinë, do vi nga Koça, jo për demokratët, për gjithë shqiptarët. Kjo është problemi. Redoni tha që nuk donte të humbte me turp edhe këto zgjedhje. Gjaj humbi me turp. Po, a nuk Ka justifikimin? Si çmi vodhën, si thot mi vodhën në 2025, ka justifikimin këtu, flasim justifikim për militantët poshtë. A nuk është Ore më fal, një batut. Roja e gjykatës kur u vraj Ileri, hyri në burg. Nuk tha, më falni tha, ndodhi, më ra sheqerin gjak, nuk do vritet tjetër. Hyn vran të dytin, tha më falni, dhe vran 6 të tjerë. Italianë thonë, ki rompe paga, koqi sono suoj. Kush të juen paguan, sopa ti merr me vete. Ti vodhën, tjetri. Ti vodhën, ja vodhën tjetri. Sepse nuk ngordh një forcë politike, sepse ka vetëm një njeri. Ngordh vetëm se kur ka një njeri. Në qoftë se një forcë politike është organizëm i gjallë dhe prodhon, se në PD nuk ka një dysh, ka në numër, sekretari përgjithshëm ky. Po të gjithë janë Salit Vegjël. Kuklla ruse, Matjoshka. Hap një del Saliu, hap tjetër, edhe ata që janë kundër, mimetizohen si Berisha. Atëherë, kjo parti është e vdekur. Ka një person, një fytyrë, i cili gjithë thonë, inshallah rron 100 vjet ky që të rinë dhe ne. Dhe këtë e thonë ata që han bukë prej tij. Gjithë pjesa tjetër do ndryshim po s'ka asnjë. Të gjithë bëjmë dakord me faktin që gjithë shpirtin e protestës në këto 2 vitet e fundit, le të themi, e ka marrë gjallë doktori. E për këtë bim dakord gjithë. Por, duhet bim dakord edhe për pjesën tjetër, që i kemi shku mbrapa dhe e kemi mbështet, dhe vazhdojmë me mbështesim, dhe kemi pas një mbështetje, ne si sot 3 vjet, ne të 3 bile, kemi qenë tek protesta 12 nëntorit 22, ku ka qenë një protest madhështore, mbi 30.000 veta, ma men Altin? Ke folë edhe ti Aulon, edhe unë, edhe Altini. Ka qenë një nga ato protestat. Pastaj, rodhën ngjarjet në mënyrë të turpshme. Patëm një president të rrëmbyer të arrestuar, ish president republike, një lider të një partisë më të madhe opozitare, 1 vit në burgim në arrest shtëpie, dhe vazhdojmë kemi një narkoshtet që i vjet gjitha, që i komandot gjitha. Po ne ku jemi? Ky është problem. Ku është problemi? Ku jemi? Dhe kjo është për kriju një lloj reflektimi
Shiko, unë do të them një gjë edhe pse e tham për gatsin tonë. Thuaj se duhet përfshi Altinin, se kam pyetje për Goxhën. Se u bë për Ahmet Fatos Nano. Të so bëhet kjo. Ore, në djerë të jalë Fatos Nano, se thatë që ishte në burg Berisha. Berisha si ishte në burg. Fatos Nano ishte në burg. Berisha ishte në shtëpi dhe fliste për ditë. Fatos Nano ishte 4 vjet në burg, ndërkohë që Partia Socialiste ishte funksionale. Partia Socialiste kishte 2, 3, 5, kishte fraksione, kishte mendim pro, mendim kontra, kishte edhe aktivizëm politik. Mbas zgjedhjeve 26 majit, ku fitoi PD-n 120%, u ran ata dolën shesh, pa kryetarin. Ndërkohë, nuk kemi pozita simetrike. Duket simetrike kryetari në burg, por kryetari ishte në aktivitet. E kisha me pjesën që ai dhe pse arrinte të mobilizonte. Ku jemi sot? Mobilizonte një rrip njerëzish që rinin poshtë shtëpisë, se u bën gjithë me certifikale se flisnin këtu, shihnin këtu. Dhe i thoshte atë që duhet tonë themi ne, se e thash në atë studion që the ti. Po bëjmë ne politik dhe politikanët bëjmë gazetari. Berisha thoshte këta në hajdut, këta ka bëri senator, jepte lajmet sipër, ndërkohë nuk e organizoi partinë, nuk e futi partinë në proces gjatë atij viti. Që ajo parti të funksionon dhe ishin të gjithë folës, spikera, që vazhdonin pas doktorit dhe thoshin të njëjtën gjë. Dhe ajo parti një vit ishte paralizuar dhe ne shikonim të njëjtin film natë për natë. Doktor Berisha që flisë. Dakor, Altin, do doja të pyesja për pjesën e parë trajtuam çështjen e zgjedhjeve me 5 bashki. Do doja edhe nga ti një mendim, si e pe këto zgjedhje? A i pe apo si pe? I pash. 12% vlorë. I pash në tituj, se nuk kisha që lexoja bre, do kisha së terens me thonë drejtën, sepse nuk prisim në e gjë, dhe më dhe nuk është se u çuditëm. Asë nuk patëm një pritshmëri nga njëshik e dyshik. Ne ishim fix gjithë qartë, qaj me këtu, të qartë që kështu do të rezultati. Mos them që doli çik më mirë se ç'mund edhe ta prisë. Në kuptimin që kjo parti duhet të kuptuar që ka marrë fund. Ju diskutuat njëshi me parti vdes me njësh apo vdes me njerëz e tjerë. Kjo parti ka mbyll ciklin me kohë, sepse në këto zgjedhje të 11 maj kjo thjesht vulosi testamentin. Lag pronat, 40 e cakarike. Kjo ishin pronat e kësaj partie. Dhe ti e shef që tash s'ka çandan mas në rrethe. Sepse prandaj zgjodhi kandidat pavarur se s'ka çandan. Domethënë familja Berisha po e quajnë në këtë formë se quhen kundërshtari vet politik, se thosh natyrisht që është legjitim në atë post. Këtë se vend dyshim askush e meriton, ka vota dhe aty është 100 herë më zgjedhjet do fitoj. Pse se ka mbështetje, ka grup njerëzish që mbështesin. Po harrojmë që një parti kështu gjithmonë, partitë e mëdha, partitë e vjetra, kanë gjithmonë një grup që do mbajë gjallë. Këtu problemi qëndron që në 11 maj ne kuptuam që kjo parti nuk kishte asnjë lloj interesi, ose më saktë që kur bë lista, kjo nuk kishte asnjë lloj interesi që të fitonte zgjedhjet apo të fitonte rezultat. Unë e pash në Tiranë që nuk organizua një ditë një prezantim të kandidatëve të Tiranë. Është i vetmja herë në historinë e Shqipërisë 35 vjet që nuk u prezantuan, ore kush janë kandidatët, ta dim. Sepse nuk duhet ta dinin njerëzit që të mos fitonin ata që nuk i donin, ata lart që kishin përcaktuar një grup i mbyllur. Rasti Durrësit është më ordiner. Rasti Durrësit është i hapur flagrant ku gjithë partia u mobilizuar që Aulonit mos bëj ai tjetri, që është një personazh që thosh që askush nuk e di të ta mbyll mandatin apo jo, për shkak të historisë të tij. Domethënë, ne kemi parë se si kjo parti nuk ka pas ndonjë moment këtë vit për të na vënë në dyshim neve për ndonjë debat sikur që bëjmë sot. Ne e dim shumë mirë, kjo parti e ka mbyll ciklin. Nuk ka interes për ta ringjallë ciklin, ka vetëm hallin justifikimit para publikut. Por shumë nuk e kuptoj do sinqerisht me sinqeritet të madhe. Dhe do më surprizonte, bile se sfidoj zotin Berisha që na sfidoj të 5 që jemi këtu dhe këdo tjetër. Ta rrit bëne protestit në hënë, ta si me sinqer, unë kam nevojë të shoh, e bën dot apo se bën dotore. Se kam përshtypjen se edhe kjo ideja me bë protest është si thosh është një për impotent që do të bëj seks. Nuk e bën dot me fjalë, nuk e ka. Dhe unë kam përshtypjen që nuk e kuptoj dot pse ka thënë atë fjalë, do bëj protest, e ka thënë në një moment inati, në një moment qefi, ka një plan, ka një ide, nuk e di çka ka, po sinqerisht era parë në jetë që jam kaq kurioz për një protestë Partisë Demokratike, sepse nuk e di do vi kush me marr pjesë në atë protestë. Kjo është realiteti i asaj partie, sepse nuk është pohon se unë dua të mbroj çik Berishën në një pikë. Thojmë Berisha, po ju keni pat atjerët? Këtë thash dhe unë. Po është korridori i gjarprinjve, mo. Po do vdesin pa Berisha. Vdesin pa Berisha. Jo, se ato vdesin pa Berisha. Nuk kam tek PD-ja, mo, dëgjoj. Dakor, më dhe një PD ka antar poshtë. Ja ku ke 3 këtu. Po ju më kisha titull. Jo, më kam fjalë ato gjarprinj që janë aty pa Berisha ato vdesin. Jo, ato po presin tiki Berisha. Ato presin, ato s'kan as i vot. Fiks. Po pra, po problemi ku qëndron? Ata thonë 4 vjet e kemi të sigurt karrikën.
Me 4 vjetë sigurta karrike dhe me pushtetet për kacë, duke pas qa me shite me ble, pse? Po kanë shite për atyre, ta që kanë qenë kryetarët e tyre. Kanë shite kanë ble gjithë jetës. Mund të qesin dhe në i gjo. Është biznesi skrapit quhet. Një godin falimenton dhe ka vlerë me shit copa, me shit i torno, me shit tjegllat, me shit muret. Dhe këta janë në biznesin e ardhshëm. Dhe unë duhet t'ja bëj qartë gjithve që unë kam shumë kuriozitet me patit në unë, a do i vi kush atyre, pra dhe duhet që të vazhdoj kjo ideja protestës për të ratën e Sali Berishës, por e dyta, unë nuk kam asnjë mendim se mund të ekzistojë një shans që kjo parti të rikthehet në treg. Sa do aksidenti madh politik, ideologjik të ndodhi, janë bërë gati tjera, parti tjera. Në më thënë, ta themi të roshtë si qështë. Ne pam të zjedhi, 150.000 vota firuan, në gjithë Shqipërinë, në gjitha format e mundshme. Unë për shembull dhash dorëheqje nga një informacion i cili është aty dhe njerëzit po diskutojnë si ta ringjallin, si ta kthejnë në një vulë elektorale, se pula është shumë e vështirë sot, themi atë që është. Dhe ekziston mundësia që të bashkohen një grup njerëzish që të nxjerrin edhe atë alternativën e tyre, se është koha. Aty brenda PD-s ti je shef dhe do ta shohësh këto ditë që nuk ka asnjë interes dhe mund ka zënë halli madh me një acallë më të mëdha që kjo parti në dekompozim siç është mund të lëshoj dhe e ndjej këtë frikë, kam një nuhatje të keqe këtu, dhe i influencuar nga disa biseda shumë të larta a nivel ekspertize, raport me të ardhmen, teknike të këtij vendi, janë reforma zgjedhore, reforma territoriale, ca gjëra të natyre. Unë kam frikë që mund të jetë bërë një pazar që ke reforma territoriale, këta të mos marrin pjesë me Lulbashën, këtë frikë kam, të bashkohet Saranda me Delvinën, dëgjoj se ky mund të jetë lajm i sotëm, të bashkohet Himara të bashkohet Finiqi me Konispolin dhe kështu Kreku të krijoj përveç detit që do i japi, do ja shesi tash me president në gjykatën e Hagës, duke çuar gjykatën. Se po mos e çojnë gjykatën, nuk ne e marrin dot detin, ky është rregull. Pra ne po e çojmë që na e marrin detin. Këta do krijojnë korridorin e minoritetit, kështu quhet, korridori i minoritetit, nga Greqia në Himar. Dhe pastaj nga Himara përmet e kështu me radhë. Brenda 10 vjetëve, ti e ke të kollaj që ta shkëputësh nga Shqipëria të tokë, fillimisht me sovranitetet lokale të referendumit lokal, pa popull, pa shqiptar, plot me njerëz do vinë me urgjencë me urdhër nga Greqia. Varrezat i kanë aty edhe. Dhe këtu kanë frikë se ka i pazar. Pra, këta nuk morën pjesë reforma territoriale, këta bëjnë gati Ramës këtë gjë. Dhe mund të merrojnë kur pasha të fytyrën Ati Dulis në komision territorial, sepse ky është projekti më anti-shqiptar i 35 viteve të fundit dhe çdo mënyrë se si këta i bëjnë pazaret me njëri tjetrin. Dhe unë jam i tmerruar që PD-ja nuk ka folë kur në si qasë për këtë temë dhe mendoj që ne shqiptarët në atë moment nuk ta ngilet gjë tjetër, vetëm bëjmë atë që tha Armieri, pa atë që tha Berisha, revolucion me pushkë. Sepse vetëm që do angeli është të marrim armë dhe të luftojmë dhe të vritemi, të shkelim gjitha ligjet, të quhet terrorizëm, ta quhen çfarë duan, pa pastaj s'do mbetet më gjë. Plani këtyre për të na shit detin dhe për të na marrë tokën dhe për të na përzënë neve, hyn ke nivelet ku në çdo situatë ku ti nuk ke zgjidhje politike, do shohësh zgjidhjet parapolitike. Zgjidhjet parapolitike janë me armë, janë njerëz që marrin armë, i gjejnë në rrytë ilegale, gjejnë municionet, gjejnë mjete shpërthyese dhe gjitha ato terma që unë i përdor se janë reale dhe ne duhet të hapim syt se ku po shkojmë. Natyrisht do ketë një pakicë që do guxoj ta bëj këtë gjë, por do e bëjnë emër të shumicës dhe do bekohen nga gjithë populli shqiptar për jetë jetëve. Armir. Po. Altini thotë që mund të kemi një skenar të keq me këtë. Jo. Altini nuk tha mund të kemi një skenar të keq. Altini thotë, nga me sa, se më falë se Altini është tu. Po. Altini po thotë mund të kemi një skenar të keq. Altini thotë një nga mundësitë e skenarëve, sepse Edi Rama, opozita i ka dhënë mundësinë Edi Ramës që të jetë monark absolut. Monark absolut. Dhe unë nuk e kuptoj pse nuk ja jep vetes nga si ta shpallë. 28 me ishte vjetore. Kur të doja ai? A mund ta ndryshoj kushtetutën po? Po pse jo? Më falni sekondë Alon, mos të bëj këtë pyetje. Shikoj Alon, se do të ndërhyjë. Altin, vetëm një sjarim për publikun ke rasti i detit. Se pak njerëz e dinë çështja është ka vite që vazhdon shumë pak pritet gjithandej. Gjykata e Hagës në rastin konkret nuk jep vendim se ku i takon deti. Miraton marrëveshjen e dy palëve. Pra është noter. Ka një gjykatë që është gjykata e Hamburgut. Gjykata e Hamburgut merret me çështjet e detit. Ne nuk e kemi dërguar atë. Ne kemi çuar kjo për justifikimin para publikut që ja ka vendosur Haga. Çfarë bëjmë tani? Tani palët negociatorë në Greqia dhe Shqipëria. Kemi 9 personazhe nga Shqipëria që nuk është plotësuar asnjëherë grupi për 9 vetash dhe Greqia që ka pas nga juristët më të mirë në botë për çështjet e detit. Patjetër.
Këto dyja do të negociojmë bashkë për të arritur marrëveshje që të autorizohet. Tani ishim tek Altini thot hodhi testë të rëndësishme. Altini thot një cop puzzle. Thot një cop puzzle. Unë do të kthehem tek opozita, tek realiteti i sotëm. Ajo që mua më dëshpëron është që Berisha, se du të themi edhe që ne themi opozitë, nuk ka opozitë, ka një person. Thot Markovsi, kur themi partia nuk kuptojmë Lenini, kur themi Lenini nuk kuptojmë partia. Thu po doja është Berisha. Po. Tani Lenini thot një tezë që ne të dy kemi thënë vite përpara. Edi Rama është pushtues, kemi thënë. Është kështu? Absolutisht. Sepse po sillet si pushtues, nuk po zhvillon Shqipërinë dhe interesat e vendit, por interesat e dikujt tjetër. Dhe ligjin që miratuan tani këtë të gjinive, thanë na kërkon Europa. Pra, nuk ishte për interesat tonë, ishte interes tjetër kujt. Dhe në këto kushte, ajo që thot Altini është gjëja më e lishme. Pushtuesi largohet me çdo mjet. Dhe Berisha dje ka përmendur pushtues për Edi Rama. Berisha na thot narkoshtet. Narkoshtet do të thotë një grup mafios, i cili është mbështetur mbi krimin e organizuar, pra është një krim i organizuar me pushtet që zhvillon veprimtari të palishme. Na ka thënë që është kështu ashtu Edi Rama. Në këto kushte, jo se na e ka thënë, po ne e shohim për ditë me ngjarjet. Jemi tek narrativa ne, le çfarë shohim ne. Po gjërat që shohim. Kita, le arsyetimin, me dakord të shohim dhe ne. Unë po them ç'është parashtruar, se ne e shohim dhe kemi këtë zgjidhje. Ndërsa Berisha i thot një smuri me kancer. Thot ti ke bërë kimio, të ka rënë flokët, do të ve paruke. Kjo është të tallesh. Por Berisha thot, ky vend është me kancer thot. Tani ne do të bëjmë operacion hunde. Ne do të dalim protestë se ky ka vjedhur inceneratorin. Kjo bëhet në Zvicër, bëhet në Suedi, bëhet në Greqi. Ne do të dalim sepse ky vend në këtë vend është goditur rendi kushtetues. Sovraniteti i vendit, kushtetuta gjithçka tjetër. Ne jemi sistem demokratik. Ligjërisht. Në Shqipëri s'ka demokraci. Në Shqipëri është votuar një reformë drejtësi. Ky burri ka dalë i pari, to është po e bën Sorosi. Miralin bash. E bën Sorosi. Del Berisha, mbasi e ka votuar thot, thot e bëri Sorosi. Po merrem me këtë për krahas. Doli Berisha ti thot hapet PD-t merren njerëz. Po merrem me këtë se ke marrë tezën e Sorosit ti. Është rrem. Je shumë i Është saktë. rrem. Jo, prit. Doli dhe tha, do pra jemi te reforma drejtësi. Dhe ne nuk po na merr, Berisha, a do të marrë njerëz protest? Po them mund të çoj antarët e PD-s te dera gjykatës. Ti thotë atyre që janë ke dera gjykatës, atë protest nesër. Edhe të vinë, se ka njerëz që kanë nga 16 vjet dosje atje. Tham sistemi politik, sistemi drejtësisë, sistemi ekonomik. Dhe pjesa e krimit organizuar ti e ke tek betoni dhe tek çmimet. Një person me pagë mesatare sot thuhet 600 euro. Se bëjmë nga herë, po mirë ti paguaj, jo 600. 30% do paga, 200. Me 200 euro në muaj, 2400 euro në vit, blen do 60 metra katror me 3000 euro, të duhen 2 jetë, pra të punosh 2 herë nga 40 vjet, që ta marrësh atë. Kuj ka këto teza Partia Demokratike? Pse nuk i tha zgjedhjet lokale? Pse prisin me në Tiranë të dilte ideali i pavarur? Që ishte i pavarur pa takuar Berishën, ai po mbështetur nga Berisha, dhe nuk i tha këtë gjë shqiptarëve. Ditë Partia Demokratike thoshte Tiranë do të ndryshojmë vetëm për të rrëzuar shtëpive të shtëpive. Vlorën do ta rrëzojmë vetëm për të rrëzuar shtëpive të shtëpive, sa ka kërcyer diagrama e Vlorës e shtëpive të shtëpive po bëhet sa Tirana në mënyrë fiktive. Këto duhet ishin teza dhe këto duhet ishin. Fal, Almir. Tezat i bëjnë palë që ka një vizion dhe duan të shprehin. Jo, kjo është nuk se i bëjnë palë që kanë vizioner, vizione kanë ata, por e çojnë këtu që ti të dalësh nesër, vish me bukë me vete nga Gramsci e bërtasësh poshtë inceneratorit. Mirë, vetëm vizion që është aty lart është që Berisha të mbylli karrierën e tij politike me sa më shumë peshë në lojë që të influencojë në fatin e të ardhmes, të vetes dhe të familjes vet. Nga ana tjetër, ne kemi një grup njerëzish të cilët nuk kanë pse të kenë vizion politik, vetëm i hallësh se si do ndahet pasuria në testamentin e madh të Partisë Demokratike. Pra pasuria Do më leo ai skrapi që thot Altine për sopët e PD-s. A ulon se njerëzit kujtojnë se është rroga e deputetit. Ata fshin me nderin me rrogën e deputetit gjithë.
aty ka të bëjë me statusin e njeriu të rëndësishëm që ka të sheh dhe çfarë blen. Pazar. Fiks, është pesha e pazarit. Okay. Kjo është Partia Demokratike, pra nuk ka vizioner mirë, sepse nuk ka pse të ketë. Vizioni është shkatrimtar. Ky doli me vizion, unë dola me vizion, sa doli me vizion dhe i pan votat. Pazarit është në Itali kur një i votuar si Auloni, për shembull, që ka marrë gjithë ato vota dhe shkoi dhe i tund ato votat në të gjitha partitë. Kjo është pesha e pazarit. Dhe aty kjo gjë është bë realisht mjet këmbimi. Po mërë po, kjo është fati politik i shqipërisë. Dhe kjo është çështja. Okej, do të shkojmë në hapësirë publicitare dhe rikthehemi për pjesën e tretë të emisionit. Këtu jemi, këtu ku e hapi Altini tani publicitet. Jemi rikthyer sërish për pjesën e tretë dhe të fundit të emisionit. Keta do doja ta nisim bashkë të pjesën e tretë, duke u fokusuar tek ajo që diskutuam. Vjet re tani që ka një mosbesim të njerëzve, me sa duket, dhe a janë gati partitë e reja ndoshta për me kafshu elektorat nga votat tradicionale që shkojnë majtas dhe djathtas, domethënë po DPS se majtas dhe djathtas nuk ekziston këtu në Shqipëri, për fat keq. Unë jam me tezës që partitë e vogla kishin një rast jashtëzakonisht të papërsëritshëm, i vetmi që Altini që e pranoi këtë lloj, le ta quajmë kompromisi, sepse kështu kanë qef ta quajnë shumica, po për mua ishte një gjest burrnie, ishte e vetmja mënyrë që të kishte, jo vetëm pjesëmarrje masive, por të kishte një tregues të një mobilizimi masiv për zgjedhjet e 11 majit, ishte që të gjitha partitë e djathta të bëshin front unik. Partitë e djathta kanë kafshuar elektorat pa diskutim dhe kanë të drejtën e vetë të bëjnë këtë gjë. Mund ta bëshin nga mrena. Mund ta bëshin nga mrena, mos t'i çështin dom gjithë ato vota që do kishin shku patjetër, sepse zgjedhjet kanë pas shumë treguesa. Përveç vjedhjes, manipulimit, sepse ne e dim gjitha, viden kartat e identitetit sekuestrohen, gjithë pazari, këto tashmë i kena më, janë... Ka një problem se... Janë bë... Kjo është buka e përditshme vetëm ta përmbylli, se du të dalë diku përndaj, se kam pyetje. Po kam edhe diçka tjetër. Pyetja është kjo pra, nëse tani, okay, këto parti tu treguan pa afta me 11 maj, mos po na del në një parti tjetër. Po mund dali. E pra prandaj po them që këtë që ndodhin Vlorë, me këtë që ndodhin Berat, të tjerë çohen ca njerëz tjerë. Po tregu e kërkon, tregu politik e kërkon. Ky është Elbi. Pra tregu politik kërkon parti të reja. Pa diskutim që kërkon parti të reja. Partia Aleanca Konservatore në këtë moment është në pyetjen që po i bë vetes vet dhe po flet dhe me njerëz, si ta kthejmë në një alternativë. Do të thonë ti themi të gjithëve hajde bëheni partinë. Kryetar s'ka, unë s'do jem kandidat as për kryetar, se kam darë mendjen të mbaj përgjegjësi që t'jap modelin me të gjithat kryet, edhe vazhdimsinë. Ti ke vënë ndërheqje nga kryetar, po, edhe nuk ka shanse të kandidojë. Pas zgjedhjeve. Edhe është direkt 2 ditë pas zgjedhjeve. Pas zgjedhjeve. Po, pas rezultat. Po, me atë rezultat nuk është normale që po jo duhet kryer dhe modeli o burri dhe. Pavarësisht mos kish. Nëse duhet ta pyesë, do dal diku. Ne u regjistruam pas ne jemi regjistruar në gjykat me vul me fuqi ligjore, pas jemi regjistruar në zgjedhje. Domethënë kaq cop ishim në organizim se sa e krijuam. Ajo që po them është që duhet krijojmë modelin, ne kemi krijuar modelin. Ajo që them është do të ketë se s'bën forcat reja. Pse? Në vitin 2023 ne ishim në vitin 2022 ne ishim bashkë një grup njerëzish, të gjithë që kemi qenë këtu, për të themeluar një front të përbashkët opozitar qytetar. Fronti i shpëtimit kombëtar PD. Dhe ju e mbani mend që 7 korrik është era e parë dhe e vetmi do ketë pas në herë Shqipëria protest dhe aq masive. Nuk ekziston një rast në histori. Sepse njerëzit përqyen iden, pa fytyrat e reja, pa do ndryshojë, do bëhet ndryshe ta. Po do të merrua nga fronti dhe e vrau frontin në kuptimit të jepte përvojë dëshmë na përdor. Po ne jemi çik më të vjetër se ata, po të na shohësh jemi bashkë me Berishën kohë. Të lutem një klap. Unë me këtë burrin jemi në 90-s. Kena pa më shumë se ata ne. Prit hapi klap. Sa po do të budallën. Të lutem për të vazhduar. Jo vetëm një gjë, lutem se ikën ideja. Thot Altini në ajo e korrikut. Altin, në atë periudhë doktori e mblodhi tavolin, ishin shumë njerëz me vlera, me kapacitet dhe që vitin nga jashtë PD-s me ide opozitare, dhe Berisha u shpreh që po hapet PD-ja. Po. Sot mbledh kryetarët e degëve thotë të hapin PD-n, thotë shkoni gjeni njerëzit. Po ç'bëre me ne? Ç'bëre me ne? Unë kam bërë një gallat një herë, sikur isha goditur kokën se doktor ku je. Na mori, ore dini u ka 35 vjet, ky Berisha që thotë shkoni gjeni njerëzit,
Kam 35 vjet paralelu me Berishën, s'kam pirë kafe me doktorin. Dhe as me ndonjë antar të kryesisë PD-s o drejtues që të vihet më thoj institucionalisht ose zotri çfarë mendimesh që të shohim televizor ty që je këtej apo andej. Dhe edhe një gjë që dua ta sqaroj se u përmend disa herë ti the 3 antar të PD-s. 3 antar të PD-s, 2 kandidat për deputet. Pra, nëse ne flasim sot kështu, nuk kemi kundër Partisë Demokratike. Një pas partia kundër vetës. Ne jemi kundër pushtetit. Ne jemi më prosë gjithë dhe unë atë familjes tonë. Po themi familjes tonë. Që ne tregojmë se du më shumë se sa Lëviz po i themi familjes tonë dhe po i themi kryetarit familjes. Po ç'të lëvizë ka vdekur. Ke mbaruar. Po ke mbaruar pra zë qoshen edhe ik. Ajo parti, më fal, dua vetëm ta përfundoj atë koncept në shtatë kurrikull. Ne dham një model. Erdhën njerëz që Armiri tha, un kam rekord se e kam shar Berishën 200 herë, duket e. Jo, e tha ai. Njëri tha, ti tha. Po. Se i tham, ç'opozitarë, jo tha njerëz ta ka bërë kaq shkrime kundër me kishte numëruar. E mbaj mend. Domethënë koncepti ishte që në atë ambient u mblodh një elitë intelektuale dhe aktivizmi, e cila përcakton atë që quheshe influencë publike secili. Domethënë çdo kush që erdhi ishte një puzzle i shprehjes së interesit publik, pra i përfaqësimit. Edhe me mendim ndryshe nga Berisha. Mungon përfaqësimi. Me le ta marroj pak. Kësaj partie mungon përfaqësimi, se nuk e do, se këtu duhet dal. Se nuk është puna që na tha Berisha nuk e dua, nuk është kështu. Berisha na deshte sipas llojit vet, me na përdor neve si se ne prandaj u largum, se nuk ishte Berisha që na tha ikni. Berisha na kërkonte biles, bënte ftesa. Ne nuk pranojmë të përdoremi për fasadë, sepse prandaj na kanë njerëzit na kanë pëlqyer për këto gjëra në jetë. Koncepti është që ajo parti nuk ka pas ndonjë plan, këtë dësha të tregoj. Asnjë çast që të ketë ndonjë projekt përfitore ndaj Ramës dhe Daci Vitas erdhi në Shqipëri, erdhi pa dhe iku. Liveni Vidiviç, pa, tha, ai mori lekë dhe këta nuk kanë plan, tha. Këta janë gënjeshtar. Iku me këtë perceptim nga Shqipëria. Sepse kuptoj që këta nuk kishin asnjë lidhje me përdorë gjeopolitikën për të fituar. Këta dojshin vetëm pazar me vonë gjoba. Domethënë, un kam këtë, po t'jap këtë, po të bëj këtë që të japësh këtë. Sepse kështu funksionon politika shqiptare. Kjo është historia. Ilir Meta kështu e bëri me Sorosin. Sorosin pastaj piu kafe me Soros, ngri drek, edhe na bëri deklaratën antidobrushit në emër të Ilir Metës. Domethënë, kështu funksionon politika shqiptare. Neve jemi si thosh jashtë saj politike se nuk e bëjmë dot këtë gjë, se jo se zdimur, ne po të duam të bëjmë të këqija? Bëjmë më të këqij se ata. Problemi është që ne kemi ardhur këtë botë dhe rrim në këtë jetë, në këtë lloj forme që jemi, sepse kështu e kuptojmë jetën ne. Domethënë, po kështu e do dhe shqiptari jetën, nuk e do si ata. Ata nuk kanë asnjë ideal, ta them sinqerisht, nuk kanë asnjë projekt të fituar, sepse nuk kanë më parti dhe unë prandaj thash, ne të pestu duhet të mbajmë telekomandën gati, ditën e hënë, ore të shohim kush do vi. Ore, vërtet do vi ndaj njëri këtyre. Se kuptoj pse ti vin, sepse kjo parti nuk përfaqëson më asgjë. Nuk përfaqëson më as të vetët, se të vetët i vrau e i preu në 11 maj dhe e pam në nëntor. Ishte shprehje, ishte kampione i sondazh. Ja, ky është perceptimi i demokratëve për partinë politike të tyre. Sepse kjo parti ne duhet ta pranojmë e mbylli ciklin. Është vetëm ajo parti që mbijetoi. Berisha nuk është se bëri një projekt në 2021 që t'i jepshin në ngratën, ishte një aksident që ja prodhoi si thosh Sorosi, lufta Rama-Veliaj, ishte në thelb që e përdorën këtë kaos, luftë me njëri tjetrin, dhe në atë kohë, në 2021, Berisha u detyrua të futej në tregun politik për të rivendosur pozitat e veta. Po vetëm kaq, jo se atë që patëm në shpresë që ky burri tash që është në moshë të fundit në politikë flas, ky burri në këtë moshën e fundit do korrigjonte gabimet e veta. Sigurisht bën vetë të tjerë, vetë i bëri gabimet dhe kjo është historia e Shqipërisë. Neve të gjithë këtu që jemi të pesë, me gjithë ata që na ndjekin, ne ta kuptojmë qartë. Berisha nuk ka ndaj fajt madh në raport me Ramën dhe me popullin. Nuk ka dhe Rama shumë faj me popullin shqiptar. Po na shohësh ne si popull e meritojmë. Ne si popull kemi këtë sjellje politike. Ne si popull e kemi këtë si militant të një partie, si njerëz që duan një lloj sjellje të caktuar të partive politike. Pra ka një lloj përputhje dekadente midis popullit të pandërgjegjshëm si popull dhe partive politike përfaqësuese që e përdorin këtë lloj papërgjegjshmërie në biznesin e tyre. Domethënë, edhe populli indiferent, edhe populli që ka pasë, më vjen keq për ta thënë, po në 11 maj populli kishte alternativa të ndryshme. Kishte 11 emra partish dhe kush e di sa kandidat, edhe për shkak të listave të hapura një pjesë tyre. Thënë, populli e tregoi veten në 11 maj, votoi Sorosin, votoi transgjenerizmin e Arlind Qorit,
që e dishin shumë mirë, votoi Tikun e Sorosit zyrtarisht, votoi Agron Sheajin që e thoshte Sorosi nuk është një problem. Ndërkohë që të gjithë kishin mundësi ta dinin se çfarë është Sorosi këtë vend. Dhe ndërkohë nuk patën si thosh vullnetin e mjaftueshëm për të pas sjellje caktuara elektorale, sepse ky popull dhe këto parti janë në krizën e tyre të përbashkët, të humnerës ku ka rënë, në rënje të lirë dhe nuk duan asnjëri që të lëviz nga istikami i stabilitetit vet të rënjes vet. Rëndon? Po. Unë e shoh komplet ndryshe, në fakt. Prandaj të ftoj për me pa ndryshe. Nuk është se ne kishim shpresë se Berisha do ndryshonte, do bëj burr me mendje hapur tjetër. Shpresa ime vetëm ishte që Berisha vetë trurin lëvizje më shumë se ç'ka vënë zakonisht dhe kuptonte që vetëm me mundësi që të ishte tamam i fortë për ballë Edi Ramës, edhe për të mbrojtur interesat e vet personale, nuk po flasim për partinë. Ishte që partia të jetë sa më e fortë. Dhe mënyra si bëhet partia e fortë është të marrësh këto persona që janë pavarur nga ty. 100% partinë, do të thotë automatikisht i mbrojt. Redon te kjo pjesë. Isoj shohim te kjo pjesë. Jo, ndërsa unë e shoh ndryshe. Është automatikisht i mbrojt. Pra është më e fortë partia, ashtu është më i mbrojt. Sot ai është në pazar thjeshta për të mbrojtur gjërat të vogla, dakord, puna vet. Problemi qëndron në rasti se do të përmend se do të thotë Sorosi, ty Altin ka dalë Erion Velia dhe Edi Rama duke thënë që unë kam mentor Sorosin, dhe ka fitu zgjedhjet. Shqiptarët nuk e kanë problem me Sorosin. Këtë thash edhe këtë thash. Jo, redon. Dakord. Shqiptarët arsye pse janë militantë të tillë, për mendimin tim është sepse asnjë nga palët nuk ofron gjë, dhe zgjedhin atë interesin e vogël vetjak të çastit. S'kam çat gjë tjetër, thotë, s'kam çat bëj, do marr atë pick-up sot në darkë. Do marr atë 50.000 lekë, taj i drejt nëse. Drejt tash ashtu si dhe nuk kuptojnë konservatorizmin. Pse e shohun ndryshe për një gjë të vogël. Pse e shohun ndryshe? Se du të rikëtu tek batuta jote e fundit, ti dhe shqiptari është pragmatist. Berisha është shqiptar? Atere, ti jesh kryetari i opozitës, ke absolutisht të njëjtin pushtet si kryetari i pushtetit. Normal. Pa përgjegjësi, normal. Atere, si duhet partia e fortë Berishës? Duhet të jetë i pari i të dytëve. Po, do të jetë pari dytëve me numër të fortë. Jo, mordir. Po jo me 84 vota kundër, s'ka si fortë presioni. Parti ashtu, siç ja ka kërkuar Edi Rama, duke mbajtur impotent atë parti, duke i marrë militantët, duke i zvaritur të hënën në përshi, se ka shi në Tiranë, natyrisht i bën nder atij që është në pushtet. Dhe më mirë i pari fshatit tot populli, se i fundit i qytetit. Ai është i pari fshatit. Në mënyrë pragmatiste, Sali Berisha është një njeri me pushtet të jashtëzakonshëm. Në këto kushte, kush e ka kuptuar mirë, kush e ka kuptuar do të hapi partinë, ka mundësi të forcojë, nuk e do më ta forcojë. Normal që se doj se tu do të jetë ai, se ndryshe bie poshtë. Po jo më bie zgjedhje brenda partisë, rregulltari nuk fiton. Tortës Berisha do kaq, ata që vinë pas Berishës një gjë. 35 vjet, PD-s nuk ju dha kur një shans i frontit shpëtimit kombëtar. Nuk ju dha një shans. Në momentin më krizë ishte, populli tha po i falim gjithë, hajde bëhemi bashkë, rrëzojmë Ramën. Nuk e deshën në vërtet. Kjo që thotë Darmir, po është ajo që thonë ju. Nuk e kuptoj, këtu s'ka si kontradikt. Ne unë e para për batuzës. Jo, di pse s'ka si kontradikt mendimet tona. Unë nuk ka si kontradikt, ne po shohim një parti që nuk do. Ka fajin Berisha, ka fajin Berisha. Unë po them ke njëjtë qëllim, marrim në rastin qëllimin që unë do të kem forcën. Ti në këtë lloj forme duke hapur parti bësh më i fortë. Po jo ke forca vetëm më qenë dyti i prapë. Dhe më qenë dyti i prapë. Është ke pushtet mbi ata poshtë vetëm kaq. Ori se komos është dyti dhe me 2% si tani. Ora shiko, Armir, deri i dyti me 2% si zori tani. Në qoftë se ai bëhet i fuqishëm, antarësia do t'i kërkojë pushtetin. Redon ti thën 2022 për këtë herë në front. Shiko, apo jo. Jo pushtetin për partisë, po një parti e fuqishme do ta marrë do të çojë Sali Berisha tash i merr pushtetin. Kurse një parti e këtij formati rrin 100 vjet në opozitë, ai thotë mi vjen ai. Po, nëse pas ka interes me mbrojt familjen e vet me mbrojt partia dhe pas jetës Berishës, po të jetë partia e fortë. Partia e dobët nuk janë mbrojtur kurrë. Kaq. Tani është modeli. Dakord. Ajo është parti që arprinshme. Po se shoh ashtu se s'ka antarë të gjeprin. Jo më antarët, jo. Po antarët do bëjnë partinë pra. Përfaqësia e tyre. Korridoret e tyre janë korridoret e PD-s, të gjithë thonë që kanë. Ku ka njëri në korridor të PD-s? Hajde shkojmë bashkë tani po pa dhe njëri. Tash është momenti që ka marrë fund, them derisa ishte grupi parlamentar më plak më shqip. Dakord, më dim shumë mirë kush është grupi parlamentar. Grupi militanti poshtë i partisë. Janë njerëz të ndershëm, njerëz të vuajtur, dhe nëse un kam lot në sy e kam për atë militantin atje që vazhdon, është pa buk, i ka ikur fëmia e shtetit dhe vazhdon shkon edhe bën fushat për Partinë Demokratike. Nuk po thot njëri për ata.
Ne po themi korridorin. Po themi këto korridoreve si ndryshojnë. Ndryshojnë. Po ndryshojnë për po themi kërë Ata i marrë antarësia t'i hedhin lumë, si që bën 8 vjetorë atëherë, po që uzu me Po për antarësia do të organizohet. Grupi Lulit me grupin e Berishës. Antarësia... Berishi ka përdorur inteligjencën artificiale kur ka bërë listën e vet. I ka thonë inteligjenca artificiale ChatGPT si ka thonë. Më gjej emra të cilët si thosh nuk marrin as si vot vet, po që mua më garantojnë mbrojtjen e çdo lloj gjëje që dua të bëj. Dhe e ka bërë me ChatGPT në kuptimin më figurativ, po dhe më real fjalës, në sensin e racionalitetit. Mund ta ketë po Rama. Edhe Rama mund ta ketë mua me diellën për kace. Domethënë 40 emrat e EPD-s që ishin listën nuk e di sa ishin fiks tamam. 40 ca emrat listë e EPD-s të mbyllur, ishin njerëz që nuk kishin asnjë aftësi për të kandiduar listat e hapura. Zero. Dhe kjo tregon që ajo parti nuk ka një plan ndonjë çast, në një sekond që të ribëj. Se kur ti thua zgjedhje, kushdo që të bëj zgjedhje në atë parti, pra Berisha do e përcaktoj listën e zgjedhjeve, bashkë me të vetës. Dhe lista e zgjedhjeve do përcaktoj fitoren pa filluar zgjedhjet. Kjo është modeli i Shqipërisë. Në Shqipëri bëjnë sikur votojmë. Atëherë se dalë këtë pyetja Aulonit që tha do ketë parti të reja dhe Ku do shkojë e gjithë kjo energji që nuk do të votojë. Këto të rinj mund të ishin brenda PD-s duke marrë këtë kafshatën. Tani pyetja ime është e tillë, nëse këto të rinj ishin brenda PD-s, do vjedhesh më shumë nga PS, nga PD-ja brenda apo nga Edi jashtë? Unë kam frikë se vjedhte më shumë PD-ja vallëratyrës së saj. Ja, po ky shembull është. Po pikërisht pra, jo zgjedhjet brenda PD-s më marr meritën që takon. Ore, si brenda PD-s ti voti kryetari ty. Po pikërisht me ka vjedhur shumë se bëri primare, fshiu me nder me letër pikërisht pra, këtë po flasim. Po patjetër se vjen njëri në demokracia atje. Jam shumë dakord me ty. Ne të paktën në atë mënyrë dhe në atë rast ne do të kishim realisht gojë për me kërku ndryshimin radikal në PD. Pra, në qoftë sepse do kishim provat totale, sepse nuk i mjafto pra vetëm provë me Aulonen, nuk i mjafto me provat e primareve, nuk mjaftojnë këto provat e vogla, po do kishim provën e provuar, që këtu duhet një ndryshim absolut, sepse dhe gjithë bashkë duke qenë këto vjedhin mrena për mrena, del një kupol që vazhdon, komandon partin dhe nuk ekziston një forcë madhore që mos t'i bëj të ndodhin këto mrena partisë. Nesër, sot ishin lajmet plot se nesër Rama shkon me gjithë qeverinë në Itali për do... Nuk kam dëgjuar një koment nga partia. Rama po fiton në përbot, duke thënë që nëse Shqipënia ka qenë keqe, janë 35 vitet e tranzicionit, nuk është marrë ndonjëherë me komunizmin. Tu prishin fabrikat. Nuk është diskutuar ndonjëherë komunizmi, mënyra se si ai është paraqit atje. Unë kam pas njohje deri në kryeministri. Edhe vetë këtë shoqen e këtij e njoh drejt për drejt. E kam pas mike dikur, me këto që u boni për shëngjimin e këto, jam distancuar në një farë mënyrë dhe jam goxha e... Sepse njerëzit kanë dhe fytyrë si puna jote, nuk janë thjesht biznes, jep e merr, këtu është diferencë. Kjo është diferencë. Po nëse ne kemi këto tendenca politike, është sepse kemi një gamë valoriale të cilat besojmë dhe të cilat na shtyn drejt tendencave tona politike. Pra, nëse ne bëjmë politikë është sepse kemi disa lloj, kemi një bosht vlerash ku bazohemi. Dhe nëse këto vlera nuk përcillen as në forcën politike, as në aksionin politik, është e kotë më u marrë me politikë. Të lutem më qëndro këtu. Më qëndro këtu se ke shku mund zemër problemit. Ke vlerat politike. Në moment që fitoj Trumpi, jo para se fitoj Trumpi. Në moment që fitoj Trumpi, doktori bë trumpist. Mrekulli. Soltanto imbecili non cambiano idee, thonë Italia. Vetëm budallën nuk ndrojnë ide. Në 8 vjet kjo muhabet, herë fitoi unë. S'ka gjë. Doktori bë trumpist. Hyri në zgjedhje, madje edhe koalicionet i vuri emrin si MAGA, Make America Great Again, Aleanca për Shqipërinë Madhështore. U shpreh si trumpist. Sa ishte kjo për fushat? Kjo ishte hipokrizia më e madhe. Jo se e kam këtu dhe e kam mik, Altini kishte i Parti Konservatore. Dhe nuk kishte asnjë alibi përse nuk u tha shiheni si alternativë. Çfarë the? Jo vetëm na bllokuan çdo kontakt me ekipin e Civitas. Prit se s'ka marrur zyrtarisht. Se e theti atë la Civita që kuptoi ç'është hipokrizia. Tani ç'është hipokrizia dhe shitja. Në qoftë se ka një gjë që ishte brenda tezës Trump
luftës Trump, ideologjisë Trump dhe politikës Trump. Ishte ligji për gjinit që kaloi javën e kaluar. Një forcë që thot jam trumpiste, duhet kishte bërë namin e zi se dolën aktivist, dolën që mos miratoj ligji. Detyra minimale e Partisë Demokratike, minimale, ishte ata deputetë dilin nga parlamenti dhe të bashkoheshin te protestuesit në rresht, jo fortor. Ore bojkotuan votimin në votimin as më votu kundër. Merrni familjet dhe t'i rreshtoni atje 40 deputet. Nga një grua nëse e kanë. Edhe nëse kanë dhe nga i fëmijët, bënë 100 ca, por ti do të bësh e laj botror, do të deputetët lën parlamentin, bojkotojnë parlamentin dhe vinë dalin protestë me njerëzit, pse? Se janë trumpistë. Ku i ke? Ti e treta, duke qenë grupi parlamentar i Partisë Demokratike, me këtë linjë nëse e ka, duhet direkt ishte shkuar në ambasadë Shtetet Bashkuara si grup parlamentar, përveç doktorit që është non grata. Kishin hyrë brenda, i pari Gazbardi, dhe të kishin thënë, i kërkojmë departamentet amerikanë të shtetit, Gazbardi kur ishte votim. Që në Shqipëri është miratuar një ligj që është kundër politikave të aleatit numër 1 të Shqipërisë. Se Shtetet Bashkuara janë aleati, është ylli polar. Unë nuk jam për të hyrë në Bashkimin Evropian. Unë kam qenë për të bëhet Europa këtu. Jo të na marrë zvarë në Bashkimin Evropian. Por gjithsesi, me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Europës dhe mes kujdo tjetër, unë jam me Shtetet Bashkuara të Amerikës, trumpiste. Dhe jemi ne trumpistë, grupi parlamentar që hyrje zgjedhje me tezën Trump, në 11 maj e humbi. Armit, bëj një kujtesë të fundit në fushat. Ka një parim Armit ligjor. Një kujtesë e fundit. Në fushat në 11 maj. Një ligj që nuk zbatohet nga shumica, pavarësisht se mund ta shkruajnë ato, nuk do zbatohet kurrë. Tani ligji për gjendje civile bën ndrimin e shqiptarisë, nuk e bën ligji për varësinë gjinore. Tash librat e shkollës. Se emisione kaluar neve diskutum. O zotri, shqiptarët kanë ngrënë karrotën se ligj thuhet burr grua. Burr grua, e thotë pastaj varietetet. Nuk është burr grua, më të kanë ngel burr grua. Janë të gjitha klauzorët e ligjit ku ti do i thosh ti iga burri keq, do i thosh ti dhe ti do shkosh në burg. Po ku e ke pati që të shkosh në burg? Po ku e ke të shkosh në burg? Po ku shkon në burg? Po ka penalitete me përgjuhën me ndjeshmëri gjinore. Se thash unë. Po sot fyra do me burg. Edhe sot do fyra me burg, me çfarë? Jo fyra me fyra, me ndjeshmëri gjinore. Po dakor, një ndrimi gjinit bën në ligj për gjendje civile, bën në ligj. Ideashu se do quajnë gjuhë rretje, që ka shkaktuar se ka komentuar njëri ke. Po do shkoj ke burgu femrave pse? Jo, flasim për ne, flasim për ne, po lej ata. Ata ishin 10 bashkë, ta bëjnë kovalizim me Mos ma hapni këtë temë. Jo, vetëm kaq që do shkojmë nesër na akuzojnë që kemi qenë në shkaku i dhunës ndaj tyre. Do shkoj ke burgu femrave po them. Tani mbyllë se jemi në fund. Unë 3 minuta. Unë dua vetëm të kujtoj që në 11 maj, në kohën e kaluar, PD-ja bëri çmos në 30 ditë izolonte çdo lloj narrative anti-Soros, që ne mund ta prodhonim si element fort edhe për ndikim ndërkombëtar tek PD-ja, sepse në thelb unë kam mësuar çfarë është Soros në 2005-2013, në kohën kur qeveriste Partia Demokratike në qeverinë e Partisë Demokratike. Dhe kur erdhi Rama, po ata njerëz që kishin qeverisur i morën gjithë pazaret e tyre dhe kjo është Shqipëria, është e kapur nga Sorosi. Mesazhi i fundit që unë kam për gjithë shqiptarët që na dëgjojnë është ky është realiteti që kemi. Ka një zgjidhje. Duhet që të jeni të vlefshëm, ata nuk ju konsiderojnë, sepse ju nuk keni asnjë përfaqësi politik. Ata nuk ju përfaqësojnë, shifeni Aleancën Konservatore si një alternativë që mund ta ndërtoni ju. Bëuni grupe, bëuni individ, bashkoni me një forcë konservatore për të krijuar një Shqipëri. E keni shumë kollaj sepse nuk ka asnjë drejtim, nuk ka asnjë organizim për momentin, është lënë pikërisht ta bëjnë qytetarët. Okej, Redon, ke diçka të fundit? Kemi përpërdon sa dush të fundit, po shpresoj, shiko, unë shpresoj që vetëm diçka. Nëse PD-ja do të ketë anëtarë, do duan të kenë një shans të rrisin numrat e tyre, ka vetëm një tek propozim që do të tregoj këtë, është kodi i ri zgjedhor. Sa herë që këto kërkojnë kod i ri zgjedhor, aftë si duket që janë duke bërë pazaret e veta për të mbajtur pushtetin e tyre. Ky kod jep mundësinë çdo kujt patjetër që të kandidojë të fitojë. Do kisha dash pak më tepër mobilizim nga Partia Demokratike për këto që ndodhin nga pjesa e qeverisë. Nesër shko Rama në Itali me kabinetin, nuk e kam pa ndonjëherë këtë lloj formati dhe nuk është thënë me ministrat, me kabinet ministror, me këtë me Kjo zakonisht bën 8 mars. Do ikë Rama me tuf me gra. Zakonisht kështu festohet 8 mars. 9 ministra në Rom
Aty do bëjnë edhe pazare tjera, energjetika, kjo uji, syrën e kaltër. Uji për neve është në pasuni kombëtare. Më thënë dhe ne po i kalojmë do e ngjejmë nesër se çfarë do shesim. Po i kalojmë kështu. Unë do t'i bëj thirrje të gjithë demokratëve. T'i kthejnë doktorit Kusurin me të njëjtën monedhë. Për zgjedhjet e të dielës tha, ne nuk e bojkotuam, por nuk morëm pjesë. Të hënën, të mos e bojkotojmë, por të mos marrin pjesë në atë spektaklin e ndyrë që gjoja po lëviz opozita për t'i dhënë moral, pastaj të vazhdojmë. Okej, Armir, të falenderoj që ishe me mua sonde, Altin Goxhaj, Keda Kaceli dhe Redon Meksi. Shumë faleminderit që ishit të pranishëm të emision ku jemi mundu për me diskutu çështje të rëndësishme për mendimin tim që kalun kështu vetiu media dhe nuk u trajtun, paktën për zgjedhjet lokale, po flas nga ana e Partisë Demokratike, se zgjedhjet lokale u trajtun të pjeshme, se u tha që fitoja i Beratit të intervistuar në të zonjën e Vlorës, që bravo urime për fitoren e tjerë, ndërkohë ne bëm pikërisht kundërtën e asaj që bën televizionet e tjera, jo vetëm aq, po edhe çështje shumë të rëndësishme. Falenderojmë dhe Kedon për librat që na solli sot në studio. Ndërkohë, nderuar miq, përpara se ta mbyll emisionin, do doja ta anoncoja qëndrimin tim ditën e sotme, siç u njoftova, kam pasur një gjyq, kryetari i Bashkisë Tiranës Erion Velia më ka paditur për shpifje, është seanca 2 gjyqësore që nuk paraqitet, megjithse gjyqtarja i ka çuar letër burgut dhe i thotë që të vi. E detyron gjyqtarja që me datën 18 nëntor në orën 3 të vinë gjykat dhe të përballet paktën për seancën e pajtimit. Po, duhet pushohet çështja, s'ka pse më shtyje. Po, e vërtet. Faktikisht do të them një sekret. Unë i thash sot gjyqtarës vullnetarisht që nuk duhet ta pushoj. Dakor. Jo, që ta dish. Domethënë se s'doja me bë me dije, po më që ngacmove, po e them. Sekondor. Mirë, dakor. Shpreha vullnetit paraqitet që më drejtoj pyetje gjyqtarja. I thash jo, unë du që ta vazhdoj sepse du të certifikohem, sepse për mendimin tim kjo është një slap cases, ti e di që do me thënë shumë mirë, një padi strategjike për të mbajt varur një politikan, aktivist, gazetar si puna ime që ai të ketë një konflikt për hallet e veta, që unë nuk ja zgjidh dot faktikisht hallet e veta, nuk i bëj dot me dije publike se nuk kanë. Aulon, po që ti e meriton. Mirë, dakor. Por nuk doja që të pushohesh çështja, gjithsesi i lë takim Erion Veliaj. Unë nuk mund ta zhvilloj dot gjyqin në burg. Unë jam njeri i lirë. Do të dal ai nga burgu që të vinë gjykat. Mos e thuaj atë llafa. Se mund të bëj këtë burg. Dakor. Të ligjit e ri të LKBQ-ve? Po. Ti e han në burg në momentin që ai ta akuzojnë ty që një komentues i joti, si thosh mund të ketë ushtruar dhunë ndaj një personi të caktuar dhe ti futesh në burg me të. Okej. Gjithsesi, pra i bëj thirrje edhe herë me datë 18 nëntor në orën 3 si burra. E di që s'ka kuptim për ty kjo shprehje, domethënë që të shkojmë në gjykatë dhe të përballemi me njëri tjetrin sepse më ke padit për shpifje. Minimalisht duhet të kesh respekt jo për mua, por gjykatën që ke çu padin. Këtë kam thënë pas daljes nga gjykata, ju kujtoj që emisioni ritransmetohet dhe nesër në orën 14:30 si dhe gjatë fundjavës. Natën e mirë. Ju përshëndes gjithëve, sapo përfundoi seanca e dytë gjyqësore me kryetarin e Bashkisë Tiranës zotin Erion Veliaj dhe mua. Siç e dini, zoti Erion Veliaj më ka paditur për shpifje tek gjykata që ndodhet këtu pas shpinës time. Edhe ditën e sotme Erion Veliaj nuk erdhi në gjykat, nuk u paraqit dhe sigurisht që është e pakuptueshme se si kjo padi do të ekzistojë akoma në raport me mosparaqitjen e tij në gjykat. Seanca radhës u ka lënë nga gjyqtarja me datën 18 nëntor në orën 15:00 për t'i bërë me dije edhe një shkresë burgut të Durrësit që Erion Veliaj të paraqitet në seancën e pajtimit pikërisht në gjykat. Unë kam kërkuar që të fillojë gjykimi, pasi u pyeta nga gjyqtarja, pra gjykimi të vijojë, mos pushohet sepse dua të argumentoj dhe të faktohet një herë për gjithmonë që nuk jam shpifës, i qëndroj gjithë deklaratave të mia, siç e shikoni para gjykatës, kam ardhur me dosje dhe me fakte, ku të cilat ka prova dhe jo vetëm shkresa dhe dokumenta, por edhe DVD, materiale të cilat unë dua që ti dorëzoj në gjykat dhe të jepet shansi që të gjykohem dhe sigurisht kjo çështje të marrë fund një herë për gjithmonë.
Unë e kuptoj shumë mirë për çfarë bën Erion Velia këtë, por unë nuk jam një nga ato njerëz që bëj marrëveshje me Velia. Ai do të më mbajë të varur, sipas gjithë informacioneve që kam. Kjo është një slap cases, pra është një padi strategjike kundër kundërshtarëve të vet, aktivistëve apo gazetarëve, të cilët janë kritik me të. Është një padi e cila do të më mbyll gojën, por bëhet edhe për qëllime okulte, sepse unë kam 15 vjet në betejë me të dhe erdhi pikërisht tani, ku ai ka halle shumë të mëdha që unë nuk e zgjidh dot me të thënë vërtetën. Fakti është që ai është në burg, ndërsa unë jam jashtë, jam në gjykatë. Unë do paraqitem sigurisht çdo herë në gjykatë bashkë me avokatët e mi, por nga ana tjetër i bëj thirrje atij njeriu që më ka pa ditë të vinë gjykatë dhe të përballet si burri me burrin. Në rast se ka mbeti fije burri. Sigurisht që unë do jem edhe seancën e radhës pra me datë 18 në orën 15:00.